të tij musliman, Allahu subhanahu wa taala do ta përcjell tëmetat e tij. E kujt Allahu subhanahu wa taala ja përcjell tëmetat, Allahu do ta korrijë ata, do t'i nxjerrë të këqijat, qoftë ai edhe në mesin e familjes së tij. Hadithin e transmeton Tirmidhiu. Mos e ndal mëshirën tënde në njëre, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: men la yarhamin nase la yarhamuhu Allahu azza wa jall. Ai i cili nuk i mëshiron njerëzit, Allahu subhanahu wa taala atë nuk do ta mëshiroj. Transmeton Muslimi. Kurse në një hadith tjetër, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: la tunza'u ar-rahmatu illa min shaqi. Mëshira, rahmeti nuk largohet përveç se nga njeriu i dëshpëruar dhe i keq. Transmeton Tirmidhiu. Pra, pa marrë parasysh se si do të sillesh ti me njerëzit dhe çdo vepër të cilën do ta bësh njerëzve, çdo punë, çdo sjellje që do ta drejtosh atyre, do ta gjesh të njëjtën nga Zoti i njerëzve, si shpërblim, më thon të përputhshëm. Thot Ibn Qayyim rahimahullahu taala, Allahu është fisnik dhe e do fisnikun prej robërve të tij. Allahu është i ditur dhe i don të diturit. Allahu është i fuqishëm dhe i don trimat. Allahu është i bukur dhe e don bukurinë. Allahu subhanahu wa taala është i mëshirshëm dhe i don të mëshirshmit dhe i mëshiron prej robërve të tij ata të cilët janë të mëshirshëm. Allahu është sitir, ai i cili mbulon të këqijat dhe e don atë i cili mbulon të mëtet e muslimanëve. Allahu është falës dhe i don ata të cilët u afalin gabimet njerëzve. Allahu subhanahu wa taala është i butë dhe i don ata të cilët janë të butë për njerëzve dhe urren të ashprin, të vrashdin, ai i cili ka sjellje të vrasht ndaj njerëzve. Allahu subhanahu wa taala është bamirës, andaj e do bamirësinë dhe i thartë e saj. Allahu është i drejtë dhe e do drejtsinë. Allahu subhanahu wa taala i pranon arsyetimet, andaj i don njerëzit të cilët i pranojnë arsyetimet e robërve të Allahu subhanahu wa taala të cilët kanë gabuar. Dhe për këtë Allahu subhanahu wa taala i shpërblen apo i dënon në robërit e tij varësisht prej cilësive të tyre të cilët i kanë. Nëse ai i cili fal, Allahu ja fal. Ai i cili mëshiron, Allahu e mëshiron. Ai i cili sillet butë me robërit e tij, Allahu sillet butë me të. Ai i cili u bën mirë njerëzve, Allahu subhanahu wa taala i bën mirë atij. Ai i cili është bujar ndaj njerëzve, Allahu subhanahu wa taala do të jetë bujar ndaj tij. Ai i cili u bën dobi njerëzve, Allahu do t'i bëjë dobi atij. Ai i cili mbulon të metat e njerëzve, Allahu subhanahu wa taala do t'i mbulon të metat e tij. Ai i cili u bën hall njerëzve, Allahu subhanahu wa taala do t'i harroj lëshimet dhe gabimet e tij. Ai i cili përcjell të metat e muslimanit, Allahu subhanahu wa taala do t'i përcjell të metat e tij dhe do t'i zbulon ata. Ai i cili pengon të mirën nga njerëzit, Allahu subhanahu wa taala do të pengon të mirën. Ai që kundërshon Allahun, Allahu subhanahu, Allahu ati do t'i bëj kurth, dhe ai cili mundohet të tradhon Allahu subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala do të tradhon ata. Kush sillet pra me njerëzit në mënyrë të njohur, të mirë apo të keqe, në të njëjtën mënyrë Allahu subhanahu wa taala do të sillet me të në dunjë dhe në ahiret. Allahu subhanahu wa taala pra varësisht si të jesh ti me njerëzit, Allahu do të jetë me ti. فكما تدين ashtu sikur se je ti me. Ke kujdes pra, vëlla i nderuar. Të nderuar vëllezër, pra
mundohu që të bësh bi robërve të Allahut subhanahu wa ta'ala për tahu fel jef'al ai li ka mundësi që vëllahu të ti t'i bën një dobi le të veproj. Një këtë hadith e transmeton Muslimi për shembull Allahu subhanahu wa ta'ala i don bamirësit dhe e shpërblen bamirësin. Këshilla e parafundit të nderuar vëllezër dhe motra është bëhu i lehtë dhe bëhu i butë, i afërt dhe i thjesht për njerëzit. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Hurrima 'ala an-nari kullu hayyinin layyin sahlin qaribin min an-nas." Hadith të cilën e transmeton Imam Ahmedi rahimahullahu ta'ala, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Zjarrit i është bërë haram çdo njeri i cili është i lehtë, i butë dhe i afërt për njerëzit." Pra, zjarri e ka haram të djek atë person i cili është i lehtë, është i butë dhe është i afërt për njerëzit. Këshilla e fundit të nderuar vëllezër, dhe me këtë po japim fund këtij dersi, e pastaj nëse dikush prej të pranishmi dhe ka pyetje mund të vazhdojmë. Falua njerëzve dhe harroj gabimet e tyre për të shpresuar që Allahu subhanahu wa ta'ala do t'i fal gabimet tua. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e humb veprën dhe të mirën e atij i cili ka bërë vepra të mira. Lutja jonë e fundit është elhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falëndërimi i takon Allahut, Zotit të botrave, kurse salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij dhe shokët e tij në përgjithësi, duke vepruar në bazë të hadithit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: "Men salla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha 10", ai i cili një herë dërgon salavat mbi mua, Allahu subhanahu wa ta'ala do të bëjë salavat herë. Lutim Allahu subhanahu wa ta'ala që të përmirësojë cilin ton dhe të kemi subhanahu wa ta'ala që ka hyrë musliman në përputhshmëri me rregullat dhe normat e moralit islam për të përjetuar dhe për të fituar sjelljen e mirë të Allahut subhanahu wa ta'ala ndaj nesh. Me kaq që përfundojmë.